Mira Murati, marrëveshje miliardashe me Nvidia për super infrastrukturë të inteligjencës artificiale. Mira Murati ka arritur një marrëveshje me gigantin amerikan të çipave Nvidia për furnizimin me procesorë të avancuar për inteligjencën artificiale, një partneritet që mund të arrijë $10 miliarda. Sipas Financial Times dhe Reuters, startupi e Muratit Thinking Machines do të përdorë qipat e gjeneratës së ardhshme Vera Rubin të Nvidia për të ndërtuar infrastrukturë të avancuar për zhvillimin e inteligjencës artificiale për biznese. Kompania me seli në San Francisco njoftoi se partneriteti parashikon instalimin e të paktën në 1 gigawati kapacitet kompjuterik në qendra të dhënësh me teknologjinë e Nvidias. Sipas vlerësimeve të vet kompanisë, një qendër e tillë për inteligjencën artificiale mund të kushtojë $50 deri në $60 miliardë, ku një pjesë e madhe të kostos lidhet me pajisjet e Nvidia. Në deklaratë për mediat, Murati theksoi se teknologjia e Nvidias është baza mbi cilën është ndërtuar industria e inteligjencës artificiale. Startupi Thinking Machines, i themeluar nga Murati rreth një vit më parë, po zhvillon platformën Tinker, e cila u mundson kompanive të personalizojnë modelet mëdha gjuhësore pa pasur nevojë të ndërtojnë vetë infrastruktura komplekse për trajnimin e tyre. Nga ana tjetër, drejtori ekzekutiv i Nvidias, Jensen Huang, deklaroi se kompania është e gatshme të bashkëpunojë me startupin e Muratit për të zhvilluar gjeneratën e ardhshme të teknologjive të inteligjencës artificiale.